Në qytetin e vogël të Lezhës, ku njerëzit ninin njëri tjetrin prej brezash, fjala e dhënë vlente më shumë se çdo firmë apo dokument. Shpëtim Hoxha ishte një burr i thjesht, me duar të ashpra nga puna, por me një shpirt të ndershëm e të pastër. Pas vdekjes së gruas, e gjithë jeta e tij u përqendrua te i biri, Ndriçimi, një djalë 10 vjeçar me sy të gjelbër dhe buzëqeshje që të shkrinte zemrën. Ishte djali që jepte kuptim çdo ditë të tij. Drita e vetme në një shtëpi që prej kohësh kishte mbetur pa zë gruaje. Por jeta, ashtu siç dinte gjithmonë, nuk i kurse njerëzit e mirë. Një ditë Shpëtimi i mori një telefonat nga Tirana, një mundësi e rrallë pune në ndërtim, për një kompani të madhe që i ofronte një pagë të mirë dhe kontrat afatgjatë. Kishte vite që se kishte parë një rast të tillë, por kishte një problem të madh. Ndriçimi nuk mund ta merrte me vete, dhe nuk kishte njëri tjetër që t'i besonte për atë javë që do të mungonte, përveç mikut të tij më të ngushtë Agimit. Agimi ishte shoku i tij që nga rinja kishin ndarë gjithçka bashkë: djalërin, kafen e mëngjesit, hallet e jetës, madje edhe sekrete që si kishin treguar askujt tjetër. Ishte burr i respektuar, i martuar, me një vajzë që punonte jashtë vendit. Shpëtimi e kishte parë gjithmonë si një vëlla të dytë. Kur ja përmendi hallin e tij, Agimi qeshi dhe i tha: "Po si more vëlla, a më njeh mua? Djali yt është si gjaku im." Ma lë Ndriçimin pa merak, s'ka për t'i munguar asgjë. Fjalët e tij e qetësuan Shpëtimin. Dhe ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh, ai ndjeu një ndjesë sigurie. Të nesërmen në mëngjes, Shpëtimi e dërgoi djalin tek shtëpia e Agimit. Ishte një shtëpi e madhe dykatëshe, me obor të gjelbër dhe me një hije vjetërimi që i jepte një ndjesi ngrohtësie. Agimi i doli para me një buzëqeshje të gjerë, e përqafoi Ndriçimin dhe i tha me humor: "Tani që babai yt do punoj për të ndërtuar pallate, unë do të bëj burr. Do të më ndihmosh të kujdesemi për kopshtin, do të luajmë shah dhe në darkë do të ham bashk." Ndriçimi qeshi, ndërsa Shpëtimi e përqafoi fort. "Dëgjo, bir," i tha me zë të butë, "do jem vetëm pak ditë larg." "Dëgjo xhaxhin Agim, bëj si të thot ai." "Po, babi," u përgjigj djali me zë të qetë. Kur makina e Shpëtimit u largua, Ndriçimi vrapoi drejt dritares dhe i bëri me dorë, derisa ajo siluet u zhduk në kthes. Agimi e vështroi nga pas me një shikim që për një çast duke i çuditshëm, sikur diçka e errët kaloi në sytë e tij, por e fshiu shpejt me një buzëqeshje. "Eja, bir," i tha me zë të butë, "ta fillojmë ditën me një gotë lëng." Ditët e para kaluan mirë. Agimi sillej si një baba i dytë. E çonte Ndriçimin në shkollë, i bënte mëngjesin, madje në darkë i tregonte histori nga jeta e tij kur ishte i ri. Djali e pëlqente shumë atë, ndjente një lloj ngrohtësie që i mungonte që kur i vdiq nëna. Por pas ditës së tretë, diçka filloi të ndryshonte. Një pasdite, kur djali po luante në obor, Agimi mori një telefonat të gjatë. Fliste me dik me zë të ulët, me fytyrë të tensionuar. Ndriçimi e dëgjoi rastësisht teksa përpiqej të hynte në dhomë për të marrë një lodër, por kur Agimi e pa, u kthye menjëherë. "Kush të tha të hysh pa trokitur, more djalë?" i tha me një ton që se kishte përdorur kur më parë. Djali u step, syti u mbushën me lot. "Më fal, xhaxhi, se bëra me qëllim." Agimi heshti për pak sekonda, pastaj mori frymthell. "E di që se bëre me keq. Hajde, ulu këtu." Dhe i dha një çokoladë që kishte në sirtar. Gjithçka dukej sërish normale, por që nga ajo ditë, diçka në sjelljen e tij ndryshoi. Ai dilte shpesh natën, ndërsa e linte djalin vetëm në shtëpi. Kur kthehej, ndonjëherë ermonte cigare të forta dhe ver të lirë. Djali e pyeste se ku shkonte, por ai vetëm qeshte dhe i thoshte: "Pun burrash, Ndriçim, ti s'duhet të merresh me këto gjëra." Një mbrëmje, teksa Ndriçimi po flinte, dëgjoi zhurma në dhomën poshtë. Ishte si trokitje e shpejtë, si dikush që fshihej. U ngrit nga krevati dhe zbriti ngadalë. Në korridor, pa dritën e një llambe që vinte nga dhoma e Agimit. Kur u afrua, pa një burr tjetër brenda, me kapuç që po i jepte një zarf Agimit. "Gjithçka është gati," tha burri. "Nesër në mëngjes nisesh. Mos haro, fëmia është qelsi." Ndriçimi u tremb, u kthye me ngut dhe u ngjit në dhomë. Se kuptonte mirë çfarë po ndodhte, por zemra i rrihte fort. E nesërmja do të sillte më shumë errësirë se sa mund të imagjinonte. Të nesërmen në mëngjes, Agimi ishte shumë i qetë, më i qetë se zakonisht. "Do bëjmë një udhëtim të vogël sot," i tha Ndriçimit. "Një surprizë për babain tënd." Djali u gëzua. "Do e shohim babin." "Po, diçka e tillë," u përgjigj Agimi, por sytë e tij shmangnin shikimin e fëmijës. Ai mori një valizhe të vogël, disa letra dhe hipën në makinë me djalin. Ndriçimi nuk e dinte se po largohej për herë të fundit nga shtëpia e tij. Rrugës, Agimi fliste pak, por kur kaluan urën e Milotit, ai ndaloi makinën për të marrë frymë. Në atë çast, telefoni i tij ra. Ishte një mesazh. "Destinacioni ndryshon. Shko drejt Shkodrës."
Ka njeri që pret. Ai ngriti syt drejt pasqyrës, ku ndriçimi po e shikonte i buzëqeshur, pa e ditur asgjë. Një ndjesi i faj i kaloi në trup, por e mbyti shpejt. Vetëm edhe pak, bir, mërmëriti në zë. Vetëm edhe pak, aty filloi gjithçka. Një udhëtim që s'do të përfundonte kurrë siç e kishte menduar Shpëtimi. Ai se dinte që në momentin që ia besoi djalin mikut të tij të jetës, kishte nënshkruar pa vetë dije kapitullin më të errët të ekzistencës së tij. 3 ditë pas nisjes për në Tiranë, Shpëtimi e përfundoi punën më herët se sa kishte menduar. Kishte fituar mirë, por e vetmja gjë që e mbante gjallë ishte dëshira për të parë të birin. E kishte marrë malli për aromën e tij, për pyetjet e pafundme, për mënyrën si i flinte në gjoks. Në autobusin që e çonte drejt Lezhës, zemra i rrihte fort. Në mendje imagjinonte për qafimin e djalit dhe shakat me Agimin. Ndoshta do u sjell ndonjë dhuratë, mendoi. Në xhep kishte një top të vogël futbolli me ngjyra, që mezi priste t'ia jepte ndriçimit. Por kur zbriti në stacion, diçka nuk shkonte. Telefoni i Agimit ishte fikur. Në fillim nuk i dha shumë rëndësi, ndoshta ishte pa bateri, por kur mbërriti tek shtëpia e tij, ndjeu një therrje të fortë në bark. Obori ishte bosh, dera e përpar me paksa e hapur, dhe qetësia që mbretëronte brenda ishte e frikshme. Agim, thiri me zë të dridhur, askush nuk u përgjigj. Ai hyri brenda, duke ndjerë një erë të rëndë cigareje. Karrigia në kuzhinë ishte përmbysur, dritarja e pasme e hapur. Zemra i rrihte aq fort sa mendoi se do t'i qahej kraharori, ndriçim. Bir, ku je? Përgjigja e vetme ishte heshtja. Në dhomën e fëmijës, gjeti çantën e tij me rrobat që ai vetë ja kishte përgatitur para se të nisej. Çorapet ishin të palosura, libri i përrallave mbi tavolinë, por s'kishte asnjë shenjë nga djali. Në 2 sheme, një cop letre ishte rrëzuar. Ishte një faturë benzine me datë 3 ditë më parë, nga një karburant në Shkodër. Shpëtimi ndjeu si t'i ishte shuar fryma. Ai vrapoi drejt komshinjve, pyeti, trokiti në çdo derë. Një grua e moshuar, zonja Lirie, i tha: "E pash makinën e Agimit që u nis herët në mëngjes, djalin e kishte në makinë. Më dukeshin sikur po shkonin diku për udhëtim." Pas atij momenti, gjithçka u kthye në një ankth të pafund. Ai njoftoi policinë, dha çdo detaj, çdo fotografi. Filluan kërkimet, por ditët kalonin pa asnjë lajm. Në çdo stacion, në çdo qytet, në çdo cep të veriut, Shpëtimi vraponte me fotone të birit në dorë. "E keni parë këtë fëmijë?" "Jo, se kemi parë." Një natë, pas 5 ditësh pa gjumë, policia i tregoi një informacion. Një kamerë sigurie në urën e Milotit kishte filmuar makinën e Agimit që kalonte drejt Shkodrës. Ishte i vetëm në makinë. "Ku është djali?" "Bërtiti Shpëtimi." "Ku është ndriçimi im?" Hetuesi i tha me zë të ulët. "Po punojmë për ta gjetur. Ka mundësi që të jetë dërguar jashtë vendit." Ato fjalë ranë si thik në shpirt, jashtë vendit. Pra, miku i tij jetës e kishte shitur djalin. Shpëtimi ushtri në tokë dhe qau si fëmijë. Ai nuk mund ta besonte. Jo Agimi, ai që i kishte qëndruar në ditët më të vështira, ai që kishte mbajtur djalin në krah ditën e pagëzimit. Por bota ishte bërë e ftohtë, dhe njerëzit që dikur i thërisje vëllezër, mund të shisnin për një grush para. Të nesërmen, një telefonat anonime e zgjoi në mesnat. Një zëburror i ulët i tha: "Nëse do ta gjesh djalin, mos shko te policia. Shko vetëm në Shkodër, në stacionin e vjetër të trenit, në orën 5 të mëngjesit." Zëri u mbyll. Shpëtimi nuk e mendoi 2 herë. Hipi në makinë dhe u nis në errësirë. Nuk kishte më as frikë, as lodhje. Kishte vetëm dhimbje. Në stacion, gjithçka ishte bosh. Një burr i panjohur ju afrua. "Ti je Shpëtimi?" Pyeti, "Po." "Ku është djali im?" "Agimi nuk është më këtu." "Por djali është gjallë." Ai ndodhet në një fshat në mal të zi, në duart e disa njerëzve që merren me trafikim fëmijësh. Agimi u detyrua ta dorëzonte, se kishte borxhe të mëdha. Shpëtimi u ndje sikur bota u shem mbi të. Ku saktësisht, ka një vend që quhet Grude e Madhe. Atje mbahen disa fëmijë. Nëse je burr i guximshëm, shko dhe merre. Ai nuk priti asgjë. I kërkoi ndihmë një kushëririt të tij që jetonte në Shkodër, dhe bashk u nisën drejt kufirit. Nata ishte e ftohtë, rruga e mbuluar me mjegull. Në kufi, s'kishte si të kalonte ligjërisht, ndaj mori rrugët malore. "Për birin tim do kaloj çdo ferë", i tha vetes. Në orën 3 të mëngjesit, mbërritën në një shtëpi të vjetër pranë lumit. Kishte roje jashtë. Shpëtimi u afrua ngadalë, duke parë dritën që vinte nga brenda. Brenda dëgjoheshin fjalë në gjuhë të huaj. Pastaj një zë fëmije. Ai zë ishte ndriçimi. Lotët i dolën vetvetiu. Pa pritur, hyri brenda, shtyu derën me forcë dhe bërtiti. "Ndriçim", djali u kthye menjëherë i zbehtë, me sytë mbushur me lot.
babi, shpëtimi e mori në krah, por një burr u hodh mbi të me thik në dorë. Luftuan, u përplasën në dysheme, derisa kushëriri i shpëtimit e goditi rojen me një shufër hekuri. Në atë çast, një dritë e fortë ndriçoi dhomën. Policia malazeze kishte ndërhyrë. Kishin ndjekur sinjalin e fshehtë që shpëtimi kishte dërguar më parë nga telefoni i burrit që e ndihmoi. Në mëngjes, dielli i parë ra mbi lumin e ftohtë. Ndriçimi ishte në prerin e babait të tij, duke fjetur. Mos më lër më kur vetëm, babi, përshpëriti ai. Kur më, biri im? Kur më? Policia arrestoi bandën, ndërsa Agimi u gjet disa ditë më pas në një spital të Tivarit, i plagosur rënd, i braktisur nga të njëjtët njerëz që i kishte shërbyer. Para se të vdiste, kërkoi ta takonte shpëtimin. Në shtratin e spitalit, me frymë të fundit, i tha: "Më fal, vëlla, nuk e bëra për keq, më kishim marrë peng vajzën." Shpëtimi qëndroi në heshtje, syti ishin mbushur me dhimbje. "Zoti të gjykoft, Agim. Unë vetëm dua djalin tim." Në kthim drejt Shqipërisë, Shpëtimi e mbante ndriçimin në krah dhe e shihte tek flinte me buzëqeshje. E dielli, për herë të parë pas shumë ditësh, dukej më i ngrohtë. Në dritaren e makinës, dora e vogël e djalit shkroi me avull: "Babi dhe unë, për gjithmonë." Në mëngjesin pas kthimit nga mali i zi, Shpëtimi ndjeu për herë të parë, pas shumë javësh, aromën e kafes që e kishte bërë gjithmonë vetë. Ishte një mëngjes i zakonshëm për botën, por për të ishte një rilindje. Në dhomën ngjitur, ndriçimi po flinte ende. Kishte kaluar 3 ditë që nga ajo natë e mallkuar, dhe djali ende zgjohej duke klithur në ëndra. Kur e përqafonte babai, ai mbështeste kokën në gjoksin e tij dhe përshpëriste: "Mos më lë më vetëm, babi." Dhe Shpëtimi çdo herë i përgjigjej: "Nuk do të ndodh kur më, bir." Kur më në heshtje, ai e shikonte djalin dhe mendonte se si Zoti e kishte ndihmuar ta gjente. Kishte parë me sytë e tij ferin e botës, fytyrat e njerëzve që shesin fëmijë përpara, njerëz që nuk njihnin më as turp, as shpirt. Kishte parë edhe fytyrën e mikut të tij, Agimit, në një shtrat spitali, një njeri që dikur kishte qenë si vëlla dhe më pas ishte kthyer në plagë të shpirtit. Në ditët që pasuan, policia shqiptare dhe ajo malazeze e thirrën disa herë për dëshmi. Çdo herë që përmendej emri i Agimit, zemra e Shpëtimit shtrëngohej. Kishte brenda tij një luftë të madhe. Njëra pjesë donte ta mallkonte për jetë, ndërsa tjetra ndjente keqardhje. Një pasdite, ndërsa po i vendoste djalit një shall të ngrohtë, telefoni i tij ra. Ishte një infermiere nga spitali i Tivarit. "Zoti Hoxha," tha ajo me zë të butë, "Agimi po kërkon t'ju takoj. Ai është në gjendje të rëndë." Në fillim, Shpëtimi nuk tha asgjë. Në shpirt kishte ende shumë lef. Por atë natë, ku ndriçimi ra në gjumë, ai u ul pranë dritares dhe pa hënën që reflektonte mbi lumin drim. Lotët i rodhën në faqe. "Mbase Zoti po më thotë të mos e mbyll këtë plagë me urrejtje," mendoi, dhe vendosi të shkonte. Takimi i fundit spitali ishte i heshtur, me erë dezinfektuesi dhe dhoma gri. Agimi ishte i shtrirë në krevat, i zverdhur, me duar të dobëta. Kur pa Shpëtimin, syti u mbushën me lotë. "E dija që do vije," përshpëriti. "Ti gjithmonë ke qenë njeri zemërbardh." Shpëtimi qëndroi në këmbë përballë tij, pa folur. "Pse, Agim?" Më në fund tha: "Pse ma bëre këtë? Unë të besoja jetën time." Agimi mbylli sytë për pak çaste. Lotët i rridhnin në faqe. "Nuk e bëra përpara, vëlla. Nuk e bëra për të keq. Më kishin marrë peng vajzën, ata njerëz më kërcënuan, më thanë që nëse nuk sille një fëmijë, do ma vrisnin." Zëri i tij dridhej. "U luta, u përpoqa të gjeja zgjidhje, por isha i pafuqishëm. I dorëzova djalin tënd për ta shpëtuar vajzën time, dhe tani po vdes me këtë faj në shpirt." Në dhomë ra një heshtje e thellë. Shpëtimi ndjeu një dhimbje të rëndë, por edhe një ndjenje që nuk dinte si ta përshkruante. Ai pa njeriu përballë, dikur mikun e tij të ngushtë, tani një njeri të thyer, të penduar. Në atë çast kuptoi diçka të thellë. Ndonjëherë jeta e shtyn njerëzit drejt errësirës jo sepse janë të këqij, por sepse janë të friksuar. Dhe frika është më e rrezikshme se urrejtja. U afrua ngadalë dhe i vuri dorën mbi supë. "Të fal, Agim. Jo për atë që bëre, por për atë që ke qenë dikur. E di që Zoti e di zemrën tënde më mirë se unë." Agimi qau si fëmijë. "Zoti të bekoft, vëlla. Tani mund të iki në paqe." Dhe disa orë më vonë, mbylli sytë për gjithmonë. Shpëtimi doli nga spitali me zemër të lehtësuar. Nuk kishte më urrejtje, kishte vetëm lodhje, por edhe qetësi. Falja e kishte çliruar më shumë se sa do ta kishte bërë ndonjë hakmarrje. Rikthimi në jetën normalekur u kthye në lezhë. Filloi sërish punën e tij të ndërtimit. Jeta duhej të vazhdonte. Ndriçimi rifilloi shkollën, por nuk ishte më i njëjti fëmijë. Kishte një pjekuri që se kishte më parë, një trishtim të lehtë në sy. Një ditë, kur po rinin në obor, ai i tha babait: "Babi, pse e falet xhaxhin Agim? Ai na bëri keq." Shpëtimi e shikoi me dashuri. "Sepse, bir,
zemra që nuk fal mbetet e lidhur me dhimbjen. Dhe kur je i lidhur me dhimbjen, nuk mund të shohësh as dritën, as dashurinë. Po nëse do ta përsëris dikush tjetër, atëherë do ta luftoj, por pa urrejtje. Urrejtja është si helm që e pi vet, duke shpresuar se do vdes tjetri. Ndriçimi i heshti. Më pas u afrua dhe e përqafoi. Do bëhem si ti kur të rritem. I fort, por i mirë. Në atë moment, shpëtimi kuptoi se gjithçka që kishte kaluar nuk kishte qenë kot. Dhimbja, zhdukja, frika, të gjitha kishin ndërtuar brenda tij një forcë të re. Forcën e faljes. 5 vjet më vonë koha kaloi. Ndriçimi u rrit, u bë një djalosh i gjatë dhe i mençur. Babai e mësoi zanatin e ndërtimit, por djali zgjodhi një rrugë tjetër. Donte të studionte psikologji. Dua të ndihmoj fëmijëve që kanë kaluar trauma si unë, i tha një ditë. Shpëtimi e përqafoi me krenari. Kjo është mënyra më e bukur për ta falendëruar Zotin që na i dha sërish ditët e jetës, bir. Në qytet, njerëzit ende flisnin për atë histori, për burrin që udhëtoi maleve për të gjetur djalin e tij. Disa e quanin hero, disa thoshin i çmendur, por shpëtimi nuk u përgjigjej askujt. Ai e dinte se heronjtë e vërtet janë ata që falin, jo ata që hakmeren. Në mbrëmje, kur dielli binte mbi lumin drin, ai rinte ulur në verandë, me një gotë çaj në dorë, dhe shikonte djalin që lexonte në obor. Në mendje i kthehej gjithçka, rruga e gjatë, plagët, lotët, por edhe ajo ndjesia e dritës që vjen pas errësirës. Zoti se haron njeriun e mirë, mendoi. E provon, por nuk e lë në terr. Këshilla e jetës në ditët e fundit të jetës së tij, kur tashmë ndriçimi ishte bërë burr, shpëtimi shpesh shkruante në një fletore të vogël që e mbante mbi komodinë. Në një faqe kishte shkruar me dorën e tij dridhur: Mos i beso njeriut vetëm sepse të qesh, beso atë që të shikon në sy kur je i dobët. Mos e ure asnjëherë njeriun që të tradhton, sepse një ditë do e shohësh që vuan më shumë se ti falja është mjeti që të kthen jetën, sepse pa të mbetesh rob i plagës. Dhe mbi të gjitha mos haro, dashuria e një babai nuk ka kufi, është dritë që nuk shuhet, edhe në terin më të madh. Kur ndriçimi e lexoi këtë pas shumë vitesh, çau në heshtje. Kuptoi se babai i tij nuk kishte qenë thjesht një njeri i fortë, kishte qenë një shpirt i ndriçuar nga Zoti, që kishte kuptuar thelbin e jetës. Të falësh, jo sepse tjetri e meriton, por sepse ti meriton paqe. Tani, çdo herë që frynte era në oborin e shtëpisë së vjetër, ndriçimi ndjente sikur dëgjonte zërin e babait që i thoshte: Mos haro, bir, jeta nuk është për të friksuar, por për të përjetuar me guxim dhe me zemër të mirë. Ai buz qeshte dhe shikonte nga qielli, ku dielli ndriçonte mbi lumin e qetë. Në atë dritë, duke sikur një zë i butë pëshpëriste. Kush fal, jeton. Kush do, shpëton. Ky ishte fundi i historisë së shpëtimit dhe ndriçimit, një rrëfim për dhimbjen, por mbi të gjitha për forcën e shpirtit njerëzor. Një histori që tregon se besimi te Zoti, dashuria për fëmijën dhe fuqia për të falur janë armët më të mëdha që njeriu mund të ketë përballë errësirës. Në jetë, mund të na tradhtojnë miqt, mund të na rrëzojnë rrethanat, por nëse ruajmë dritën në shpirt, asnjë terr nuk mund të na mbys. Sepse, siç shkruante shpëtimi në fletoren e tij të fundit, njeriu që humbet gjithçka dhe prap di të doj, ai ka fituar gjithçka.